takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe selamat i dërgojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe mëshira e Zotit xhallahu ala qoftë mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqert besnik, edhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamat agjërues, jemi tek ligjërata apo hutbja e radhës, tek cikli i hutbeve si të silleni me Allahun Azza wa Jall. Në gjumën e kalume folëm për temën si të silleni me Allahun në Ramazan, ndërsa në këtë gjumë do të trajtojmë një çështje shumë të rëndësishme, ajo është si të silleni me Allahun kur Allahu na jep begati. Njerëzit zakonisht begati e llogarisin bukurinë, dikush e llogarit begati me pas shumë banesa, e dikush të kaluar me pas sa më shumë tokë, e tjetri me pas sa më shumë pasuri, e tjetri me pas pushtet. Mirë po, le ta dimë të gjithë njerëzit që asnjë begati nuk krahasohet, as nuk i afrohet begatisë të qenurit musliman. Kjo është begatia më e madhe, nga se ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu i jep pasuri, bukuri, pushtet atij që e do dhe atij që nuk e do, të mirit edhe të keqit. Ndërsa imanin, besimin, ja jep vetëm atij që e don Allahu Azza wa Jall. Që do të thotë, termometër i dashurisë tonë ndaj Zotit nuk është pasuria që e ki, as pushteti, as bukuria, as dia, por është imani, besimi ai i cili e bën këtë dallim. Allahu Azza wa Jall na ka treguar që të gjitha mirësitë i kemi nga Zoti. Mirë po, çish mos sjell me mirësitë e Zotit, çish me qenë raport me Zotin kur ai na jep begati vazhdimisht. Thamë që e para prej begativa e kajmaki, kulminacioni është begatia e imanit, besimit në kohë të kësaj, begatia e prezentimit në këtë garë gjigante të madhe, në këtë maraton, pra të qenurit prezent në Ramazan dhe të qenurit shëndosh e mirë, me vetëm qëllim me agjëru këtë mujtë në punë të Ramazanit. Dhe na duhet pa tjetër të falënderojmë Allahun, do thonë këtë mujtë që Allahu të ruaj këtë begati. Allahu Azza wa Jalla ka thonë: Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Kur flet Allahu për burat e mirë të kësaj toke që ka shkel këtë tokë, thot ata vazhdimisht e kanë pas gjuhën e lagur, edhe kanë thonë falënderimi i qoftë lumë Zot, i cili na udhëzoi në këtë Islam, nga se pa ndihmën e të Madhit Zot nuk do të mund të udhëzoheshim askush prej neve. Se udhëzimi, hidajetit është në duar e gjithë mëshirshmit, në duar e të cilët janë të gjitha mirësitë dhe begatit. Nëse mundohemi me i numëru këto të mira, pasha Zotin e Madh, nuk ka mundësi me i numëru se janë në numër shumë. Ka thënë Allahu Azza wa Jall: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Numëroni këto të mira sa doni, ama nuk keni mundësi me i numëru. Gjithashtu këto të mira e kanë një prej ardhjet të vetme. Aja prej ardhja është prej shtatëqenit nga Allahu Azza wa Jall. Ka thënë Zoti i madhëshëm: "O ma bikum min ni'matin fa min Allah." Çdo të mirë që e keni nga Allahu Azza wa Jall. Në kuadër kësaj, ka një njeri tek Hasan al-Basri, u cili ka qenë tabiin, një hoxh i mirë, një njeri i devotshëm. Edhe njerëzit kanë shkuar zakonisht me kaj derë të ai, me lyp udhëzime këshilla. Edhe ky njeri ardhi Hasan al-Basri u tha: "Kësaj radhe nuk më ardh me bëu pyetje, po kum ardh me bëu ankesë." Çfarë ankese? Tha: "Jam shumë i varfër. Varfëria më ka mbulu, s'po ka jeta me kuptim, s'po ka shije." I tha: "O i hak, mjerë për ty, po ankosh për Zotin të une, që une jam një plumë tokë njeri, që as për vetës e po të garantum riskën. Drejtoj u Zotit, edhe në kene mbara që po ankosh për Allahin të une." Pastaj i tha: "Po t'i boj të pyetje." A i martun të tha: "Po, alhamdulillah." "A ki shtëpi po tha po, a ki mjetë udhëtimit po tha kam një deve." Tha: "Dhe një shërdore e ka." "O djallë," tha, "ti e pas e pi dunjon me mare. Qka po ankosh, mbara me të di Zotit u që zjallë po ankona. Ti pas ke pasuri sa dush, nështë lek s'ki, ndorë, po mjetë e ki shumë. A i ki mjetë të se po ankosh,
se s'ki të thotë monedë në dorën tonë. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, men asbaha aminan fi sirbihi wa indahu quta yawmihi wa asbaha afiyan ka'annama utiya ad-dunya kullaha. Thotë ai i cili quhet prej gjumit, i sigurt në shtëpinë e tij, i shëndetshëm, edhe ka ushqimin e asaj dite të rezervuar, ky person ta Allahu llogaritu sikurse mja pas dhonë dunjon dhe krejt që ka konto. Ata e shush në shëmirë, a kjo në gjuma në shëmirë, a ki për iftar në amur po, a ki për se bërës në të muqu po, që ka përdo më shumë? Punja fundit, ka mundësia as ato nuk mujtë është mihon përse ka mundësi vëtes ma shumos. Që ka përdo më shumë? Qështu është këtë dunjo? Ki sot në mungër, elhamdulillah, po anë kjeda që to që ja ki mundësi në mungër. Begatit e Zotit, dikush thot, edhe me plot rejtën, qyshta ti mune, që të të mira që Allahu Azza wa Jall mi ka vonën nuk jonë dënim për muë, por këto të mira jonë nga Zoti privilegj edhe përzjedhje. E para ka thonë në moja që duhet me ditë është që kjo begati pisodit atë ka afru ma shumë të Zotit që tu ka shtu, atë ka largu për rrugës Zotit, atë ka gjenu rrethi edhe me gjithë absolutime së muj më anë të ramise, nuk ka gjenu biznisi, puna, po shumë flak, po bo shumë pare, po vesh më harët e ki pas rrugë më dhvogën, ama asë të ramis ka i. Sot pak e ki gjenu biznisin, s'po më ka valla vërë të ravije, po që e po, ama s'po më marë se pare ashtë shumë. Po vesh edhe Ramazan është një mujë, nuk ka mu Ramazan. Ki me lypë këtë Ramazan pasha Zotën e madhë, mirë po s'ki me gjithë. Andaj, termometri pare, që kjo begati, që kjo pare është të ka dhonë Zotin, kjo punë, kjo biznis, kjo pushtet, kjo pozit që ki, apo të afronë të Zotin, apo të argonë për Zotin. Si të afroje, elhamdulillah, si të argoje për i mas vjesën se nuk ka me shkuka. Termometri dy ka thunë në moja, me këshyrë, që këtë punë që e ki marë, rruga dhe të kjo punë, a ka me në shpetë, me të hyrje, me thonë diçka, me shqip kombin, me shqip lau, me shqip këto, me bo ato, që shka orë këtë pozitë? Rrugë halal, a rrugë haram? Që ke fillu këtë dinar? Si pas rrugëve halal, apo rrugëve haram? Ti vetet e s'kene vojme me më ka të mune. Nëse ka orë kjo punë që jetu punu, kjo pozitë, ku jeti, kjo pare, ke që e ke mu këtu? Në suazat të halalit, elhamdulillah, e kaluat në vimin e dy. Edhe treta ka thonë në moja, me di që kjo begati, a orë dënim pre Allah, apo është problem, që këtë begati a jetë të është nëzu për të mirë. Qysh për të mirë, zdo në dim që e banë, me bo pa interes. Unë e di që e ka këtë lobin, e ka ku interese, dhe zdo në dim që servohet sot duhet mundohen me këshyrë, a është interes politik, a është interes diçka ma malarë, a qka është njerëzit sot këtë i bëjshë të kuna mirë, ndarët si mund se o po kaoso që jere. Se si le pa një bishë në gjallë, shmoj të banë rrë. Andaj, ndimë në të bëjshë. A bon ke ndimë, qovë me shti të puna punë, qovë me dimu me alo të kujtë borgjën, qovë dikujt me abet barnë, ke ndimë që e të e bo, a kodrin prapami, a kodrin bishë në të ka. Nëse nuk e ka, elhamdulillah, qëto 3 termometra se cili a bon të shpia vetës këtë pytje. Se të mos a i cili u sprovu me dije, u sprovu me pozit, u sprovu me pasuni, u sprovu me pushtet, edhe me bukuri. Qëtu 4 pytje e më vetës, nëse i kalonë, këto me lene Allahu Azza wa Jall, keme qenë prej atyre që Allahu e ka begatu me këtë punë, me këtë pasuni, me këtë pozit që e ka marë. Qesha qëtër është, unë e ku kuptu e ka o që për me Zotin ka dhonë shumë mira, jo mi shkaf, jo mi energjik, ku më bo punë, i dys punë, ku marrë dhe e kjo vend, ku jo më dash. Qysh ta uj që këtë begati që i do me Allah mësë ma marrë. Se du Zotin ta merë për një sekundë. S'ke mundësi, ose vjetërot, kuria që i edhe nuk kush nuk do të pravo e kuria, a shkolla së përdo shumë bukur, i kjo do vjetër. Fillon në rrudh, gjithë të liu, shmiko. Ose e dyto është, vjen puna që ato që e këtë depunu, që pas dhe tjetë pasunin, nesër të shfilone. I kështë mirë në bankë, 100.000 euro, e kështë një BVC klas, e kështë një banes, e kështë to, qëka u bëmë të? Shkoj, në faka ato që kanë lërë pas veti, migroha sotë të mirë. Edhe treta, ka thonë në moja, duhet pa qeter, me rrugë begatimi, po kjo begatimi nuk rrugët vese me minjonje falendrim. Ka thonë në moja përbara njerëzit, ata që kam pas pak pasuni, ose ata shumë, nëse kam pas shumë altan, ju në mundu
Albanin me shtimin vende ku nuk merr plun, se orë diçka që ka vlerë. Edhe ka thonë në marrë se dëshiron me rujt këtë altan që ki, këtë begatis ka thonë Allahu, e rujt me falenderim. Falenderimi është konopi i begative, nuk i lanë mu largu prej teje. Në të kundërtën, kjo begati ka mundësi mu të largu shumë shpejt. Argument, ka thonë Allahu Azza wa Jall, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum min adhabi lashadid. Allahu ka vendosur te që Muhammed sallallahu alaihi wasallam ai cili e falenderon Allahin për begatit, Allahu ka mjaftuar ato. Ai cili treguat mos me një njohës, kryelar, Allahu ka më dënuar me dënim të dashur. Dikush e boni pyetje me vend. A ka vojë? Unë se kum vi që këtë vajzë, kum shku të shpije, kum marrë të shpije, non stop, elhamdulillah, Allah që mi dhënë këtë fëmijë. Elhamdulillah që ma dhënë këtë grup. Elhamdulillah që ma dhënë këtë punë. Elhamdulillah që ma dhënë këtë fuqi trupore, ma dhënë këtë kerë, ma dhënë këtë banesë. Po kam që ka me humbër, umejtë të falenderu. Ama parës kështë të unesh, a kënej ku thu ti, Allah i ka thonë, falenderoni, nëse doni mja ushtu. Ama dinaris ku libit hijra, ku ljeta që e një, rogas kështuar, a umejtë me të slidur të tonë, elhamdulillah. Qëshorë gjevapi, ka thurën e moja, njerëzit e kanë kesh kuptu shtimin e begatis. Qëta e kanë kesh kuptu? Sa ata mendojnë mi urrit numërin si bitcoini, pindi 100.000 euro, Allah. Me Zotin s'ka kështu. Me Allahun Azza wa Jall është ndryshe meselja. Allahu pa mundësi nuk ta shton numër, nuk po pini 100-200. Po problemi vjen një smuj, Zotit e largon. Vjen një problem, Allahu të largon. E ki pas në muni ndeshe, në kjere me do po spaqë, Zotit e largon. E që kjo është me ta kështu begatin, me dhëmë bere qëtë, që ato që e ki, edhe tash nga ki moment thu, pasha Zotin qa që pare kënë pas edhe para Sotit, ama pi Sotit, që ato pare nuk njëta, po konë ma shumë bere qëtë, Allah e ka shtu. A i s'ta ka shtu pasunin, që ato pare e ki. Po problemi jetë është ma lezet, ma kënçme, ma shishme, trunë Zotit pjasoj, trunë piksoj dhe që mëra. E dyta tha, Allah Azza wa Jall, wa la in kafartum inna adhabi lashadid. Edhe është ana negative Allah në rujt. Nëse nuk të regoni milios, Allahu ka më dënu. Dikush thot, gjithë ditën t'i folë hutbe, Allah ka më dënu. Unë asë dhe ka, s'ja, asë nuk e jam të kalu fitrin, asë s'ja pësë dhe ka, që ato pare ka me vëshë, nuk jam të më paksu para. E që të ka zërënë. Ka thonë në moja, qysh me kuptu që dënimi në Zotë është jetan shumë. Allah i ka mundësi që ato pare që i ki, nëse se jebë zekatin, t'i shtonë hala, po kjo nuk është mirësi, pse? Pa mundësi Zoti të mund paralizuar. Ku jo para tash. Pa mundësi Zoti të mund me vdek, ku jo para tash. Pa mundësi Zoti ta mundson me punin ndeshje, që pasha Zotin e madh e hup shikimin, ty me një kipa të parën. A mos provo me buaj parë me Zotin, me testu Zotin. Mos e testu Zotin, sa Allahu ka shton miliarda vonë. Edhe nëse se e zekatin, mirë po çon smuja, çon probleme një që pasha Zotin e çapos nuk din ka mja mësye dhe ka kiuar. Edhe meselja fundit është falenderimi ndaj Zotit nuk është veç me gjuhë. Falenderimi ndaj Allahut Azza wa Jall është me tre lloje veprave të tyre. E para është me zemër. Mu pun shpirt nështë i kënaqur me çato çka ka saktu Zoti. Çato që e ki, o Zot elhamdulillah. Ama jo, se ka mos i me gjuhë shprej para njerëzve, do kush i mirë. Ka mos i brenda e shumë nervos. Pse me Zoti son pasi ai kia pore. Kjo duhet, çka mëna. Si mos regullohet kjo pa di afër. Nëse kjo regullohet, pa në kalon të dyta të gjuha. Allah Azza ka thonë, wa amna bi ni'mati rabbika fahaddith. Për tira shta ti ka thonë Zoti, fol, jo mu lavdru, po duhet më rujë kanar për syve gjelos, po mirë po, ku djemë puna me thonë kove, Allah ka thonë mirë. Tash moshanismi ka thonë këto se dukur thua si ka të merë më syshë, edhe më syshë në qenë. Sprovosh, a i qenë të gjelozonë syshë të ne me qenë mu. Mirë po, bëhu milions edhe me gjuhë. E treta ka thonë e moja, pa tjetër zemra me qenë, gjuha, ama gjymtyrët me qenë praktike. Që ato që e ki me bingje, që ato që i me shprej, duhesh pa qëtër me shni praktik. Ata edhe shahadetin në shmija. Ti me zemra gjithë ditë të ujë, unë e njohë Zotit, se më shtush la ilaha illallah. Gjithë ditë të ujë la ilaha illallah, se më s'falësh, ka më të në shku. Ata i çdo gjë në fe është me rregulla parime. Nuk është feja shkele shko, që është tek ty filanin edhe alanin. E lu Zotin amal që Allahu këto begatit të në ruaj që në puna jep, edhe të në ashtoj, edhe të në bojë për atyre që boni shqyqyr edhe lunë,
edhe thojnë që për Zotit elhamdulillah bollë të mira. Allahu na shtoft të mira, na bëft janë argument për neve e jo kundër neve nesër të gjykimit. Alo Zotë ma shumë të ditë bekuara të ti muaj gjigan, të kalojnë formën më të mirë mundshme. Alo sa Allah në zërë që Allah në bëjë prej të pranorve, e jo prej të privorve. Alo Zotë në malë që nëse në dënjeve prej neve, të qërimi në gjami, e ka emrin në listin e banorët të gjanimit, o Allah, për hatër kësaj ditë të bekume, e gjuma, e Ramazan, fshije atë emrin në lista e gjanimit, kush do koft emri në fjallë. Amin, amin, amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima qultum wa sami'tum. Astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu